Nata e 23 Muhamedi a.s. fton sunduesit në fenë islame. Ti e mban mend, o i bia ime, se si Muhamedi a.s. e dorëzoi Ebu Gjendelin duke i thënë: O Ebu Gjendel, bëj durim dhe të jesh i sigurt se Zoti do të gjejë mënyrë për të shpëtuar ty dhe shokët tuaj që vuani. Me të vërtetë, o Fatime, nuk shkoi shumë kohë dhe fjalët e profetit u vërtetuan. Zoti i shpëtoi nga mundimet muslimanët e Mekës, të cilët vuanin nga idhujtarët. Ja, si ndodhi. Pak kohë pas nënshkrimit të traktatit të Hudejbijes, iku nga Meka në Medinë një musliman, i cili quhej Ebu Busjet. Sipas traktatit, Mekasit i dërguan 2 vet që ta merrnin në dorëzim. Profeti e dorëzoi duke i thënë: O Ebu Busejr, ne ua kemi dhënë besën këtyre dhe në fenë tonë nuk bën që ta ndryshojnë fjalën. Shko, se Zoti do të gjejë udhë shpëtimi për ty. Ebu Busejri u nis me 2 idhujtarët për në Mekë. Udhës, njërit prej tyre i alavdroi shpatën që e kishte dhe i u lut që t'ja jepte ta shihte. Ai ja dha, kurse Ebu Busejri e vrau. Tjetri iku nga frika. Ebu Busejri nuk u kthye në Medinë, sepse e dinte se në bazë të traktatit prap do ta dorëzonin. Por zuri vend pranë detit nga kalonin karvanët tregtar të Mekës që shkonin për në Siri. Atje i priste karvanët dhe i mësyente pa pritmas, duke i u shkaktuar dëme. Muslimanët e tjerë në Mekë i dëgjuan lajmet e Ebu Busejrit dhe filluan të iknin turma e të bashkoheshin me të. Numri i shokëve të Ebu Busejrit arriti në 70 veta. Ky numër ishte mjaft i madh për të vepruar. Prandaj, rrallë shpëtonte ndonjë karvan dhe shumë prej tregtarëve vriteshin. Kjo vepër i tërnditi tepër Mekasit, të cilët e dërguan me njëherë një delegacion te Muhamedi a.s. duke i u lutur që t'i merrte këta musliman në Medinë dhe deklaruan se e anullonin konditën e traktatit që thoshte: në qoftë se ndonjë Mekas musliman ose jo musliman shkonte në Medinë, Muhamedi ishte i detyruar të ua kthente idhujtarëve. Natyrisht, Muhamedi a.s. e pranoi me gëzim anulimin e kësaj kondite dhe e thirri Ebu Busejrin me shok që të vinte e të jetonte në Medinë. Thuhet se kur i arriti ftesa e Muhamedit a.s. Ebu Busejrit ishte i sëmur dhe kur ja dhan lajmin, dha shpirtin duke buzëqeshur, ka se u knaq që shokët e tij do të kishin fatin e mirë të jetonin pranë profetit të tyre. Paqja e Hudejbijes i dha kohë profetit që të shpenzonte krejt fuqitë e tij për ta bërë të njohur misionin e tij. Prandaj, pa kaluar viti, nga ky traktat dërgoi njerëz për të ftuar sunduesit e ndryshëm në fenë islame. Në mesin e atyre të cilëve u shkroi Muhamedi a.s. duke shpallur islamin ishin Kisrau, mbreti i persianëve, të cilët ja dërgoi Abdullah ibn Hudhaifen. Kur Kisrau mori letrën nga duart e përkthyesit që ja këndoi, nga zemrimi e grisi dhe e hodhi poshtë. Kur u kthye Abdullahu, i tregoi Muhamedit a.s. se çka i kishte ndodhur. Profeti i tha: Zoti do t'ja coptoj mbretërinë e tij, ashtu si bëri me letrën time. Dhe me të vërtetë nuk shkoi shumë dhe Kisrau u vra nga i biri, kurse Persia u nda në disa pjesë. Pas vdekjes së profetit,
Persia u pushtua nga muslimanët në kohën e kalifit Omer. Mukavkisi, sunduesi i Egjiptit, i cili e priti shumë mirë të dërguarin e Muhamedit a.s. dhe pasi e mbajti në pallat me nderime, e përcolli me dhurata të vlefshme që ia dërgoi profetit, bashkë me një letër në të cilën mes tjerash i thoshte se do ta studionte me vëmendje ftesën për ta pranuar fenë islame. Negusi, perandori i Abisinis, të cilët profeti ja dërgoi letrën me një shok tjetër që e pati suksesin më të madh. Perandori e priti të dërguarin musliman me nderime të larta dhe për ta lexuar letrën e Muhamedit, mblodhi njerëzit e pallatit. Pasi e lexoi, thuhet se shpalli pranimin e islamit. Ja shkroi një letër profetit ku mes tjerash tha: "Unë po të dërgoj aty pranë teje djalin tim, Arihan, por po të dëshirosh, vije edhe vetë personalisht për të t'i shfaqur nderimet e mia dhe për të i vërtetuar mësimet tuaja." Nuk është për të çuditur nga ky akt i Negusit, me që ai kishte njohuri të plota mbi fenë islame, mbasi atje kishin vajtur të parët emigrant musliman. Herakliu, perandori i Konstantinopolis, të cilët i dërgoi letrën me Dihja Kelbin, perandori i cili në këtë kohë ndodhej në Jerusalem, e këndoi letrën dhe e priti mirë të dërguarin. Pastaj kërkoi nga njerëzit e tij që të hetonin për ta gjetur ndonjë arab në qytet. Në këtë kohë ndodhej në Jerusalem për çështje tregtare Ebu Sufjani, i cili, sikurse e mban mend, ishte ndër armiqt më të mëdhenj të profetit. E sollën para perandorit dhe ndërmjet tyre u zhvillua kjo bisedë. Herakliu: "Nga çfarë familje vjen Muhamedi?" Ebu Sufjani: "Nga një familje e ndershme." "A ka pretenduar ndonjë antar tjetër i kësaj familje të tjerë profet?" Ebu Sufjani: "Jo." Herakliu: "A shtohen besnikët e tij apo paksohen?" Ebu Sufjani: "Për ditë shtohen." Herakliu: "A janë shumica e besimtarëve të tij të pasur apo të varfër?" Ebu Sufjani: "Janë nga të varfërit." Herakliu: "A janë të qëndrueshëm në fe apo të lëkundshëm?" Ebu Sufjani: "Janë shumë të qëndrueshëm." Herakliu: "A ka gënyer ndonjëherë Muhamedi para se ta shpallte profecinë?" Ebu Sufjani: "Asnjëherë." Herakliu: "Që janë mësimet e tij?" Ebu Sufjani: "Ti falësh vetëm një Zoti, të jetosh një jetë të ndershme, të sillesh mirë dhe të bësh mirë fëmijëve dhe të afërmve." Herakliu i bëri përshtypje të madhe biseda që e pati me Ebu Sufjanin dhe nuk dyshoi se Muhamedi a.s. ishte me të vërtet i dërguari i Zotit. Por pati frikë nga njerëzit e tij që ta deklaronte pranimin e fesë islame. Paqja e Hudejbijës ishte me të vërtetë, o i bija ime, një fitim i madh për muslimanët, sepse gjatë kësaj kohe fenë islame e pranuan shumë nga paria e Mekës, si Halid ibn Velidi e Amr el Asi. Paqja e Hudejbijës, o i Fatime, ishte ajo që u bëri varrin i dhujtarëve Mekas, që i përhapi rrezet e islamit në 4 anët e Arabisë. Shko tash ti fli, o i bija ime, Zoti qoftë me ty, natën e mirë. طيفه قلبي ذابت في يديه يدي نادته عيوني
بهاء